Riviera shqiptare është titulli i shkrimit që gazeta greke Kathimerini ka botuar lidhur me Bregdetin shqiptar. Kathimerini referohet New York Times, e cila pak muaj më parë përfshiu Shqipërinë në 52 destinacionet kryesore në botë për vitin 2014. Duke notuar prankalave të braktisura, duke shijuar baticën dhe peshkun e freskët, thoshte raporti, por Kathimerini pyet: a mundet që me këtë mënyrë Riviera shqiptare të vjedhë vizitor nga Greqia dhe sidomos nga ishujt e Jonit? Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, gazetari vendos të bëjë një udhtim në Bregdetin shqiptar. Infrastruktura turistike nuk është e krahasueshme me Greqinë, megjithatë në gazetat holandeze Shqipëria përshkruhet si parajsa e fundit e panjohur e Evropës, thot një pushues holandez me të cilin gazetari është takuar në Butrint. Më pas, Kathimerini përshkruan: në plazhin e Sarandës turistët ndalojnë për të blerë suvenire, kryesisht preferojnë filxhan me flamurin e Shqipërisë dhe objekte të vogla që të kujtojnë periudhën e Enver Hoxhës. Përveç skandinavëve ka shumë polak, ndërkohë që rreth 1 milion kosovar pritet të vinë në gusht. Çmimet janë të ulta. Në një restorant paguan 15 euro për një sallatë shef, makarona, mish pule të pjekur në zgar, 2 bira dhe 2 soda, por nuk ofrohet kuzhinë tradicionale shqiptare, përjashtuar midjet. Paga e kamarierëve është rreth 200 euro, ata flasin pak anglisht dhe italisht. Në mbrëmje u zhvendosëm në anën lindore, ku ka shumë klube nate dhe ku deri në agim dëgjojnë hitet greke. Siguri ka, edhe pse policia haset rrallë. Kostoja e akomodimit nuk është e ulët, ku çmimi një dhome dyshe në hotel me 4 yje është rreth 50 euro me mëngjes. Duke vijuar udhëtimin, gazetari vren se vija bregdetare është e paprekur nga zhvillimi, ku siç shkruan ka vetëm bare dhe kampe rudimentare. Rajoni i Marës merr çdo vit rreth 40.000 turistë, kryesisht shqiptar dhe kosovar, ndërsa kryebashkiaku Gjergji Goro së bashku me kryetarët e komunave të Korfuzit dhe Janinës kanë ndërmarrë iniciativë për të tërhequr turistë japonez, izraelit dhe skandinav. Në plazh takojnë 2 turistë norvegjezë që thanë se po kërkojnë për destinacione të panjohura, sepse ku i dihet, në pak vite Shqipëria mund të bëhet si Spanja. Duke ju referuar shifrave zyrtare, Kathimerini shkruan se Shqipëria këtë vit pret rreth 3 milion turistë, ndërsa të ardhurat do të arrijnë 1.2 miliard, një shumë e konsiderueshme për një vend me një ekonomi të dobët dhe papunësi të lartë. Shenjat e një rritje të mprejtë ishin të dukshme gjatë gjithë udhëtimit ton, po kush është konkluzioni? Për të bërë me të vërtet konkurruese, Riviera shqiptare së pari duhet të tejkalojë sëmundjen e fëmijërisë të projekteve turistike tip shpërthimi. Ajo duhet të marrë ngjyrën e saj të veçantë, kulturën e saj të kuzhinës, një identitet që do ta bëjë atë unike, përfundon shkrimin gazeta greke Kathimerini.